Të nderuar drejtues të institucioneve të vendit, zoti kryeministër, i nderuari kryemifti zoti Naimir Tërnova dhe përfaqësues të Bashkisë Islame, një kuqire të kësaj konference, të nderuar përfaqësues të komunitetet fetare katolike, ortodokse, kishës ungjillore dhe Bashkisë Hebreje, të nderuar autoritetet ndërkombëtare dhe përfaqësues të korit diplomatik, të nderuar përfaqësues të institucioneve akademike, kulturore dhe shoqërore, të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur miq, vëllezër e motra, zonja e zotëri. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj për praninë tuaj në këtë konferencë të rëndësishme, e cila na mbledh sot rreth një teme sa të thellë aq edhe aktuale: dialogu ndërfetar, virtyt hynor apo domosdoshmëri shoqërore. Kjo pyetje nuk është vetëm teorike apo akademike, ajo prek vetë zemrën e bashkëtesës sonë si shoqëri dhe si popull. Sepse ku feja takohet me jetën, aty lind nevoja për dialog, për ndëgjim, për mirëkuptim dhe për bashkëpunim. Shpresoj se kjo ditë bashkëpunimi vëllazëror, miqësisë dhe dialogut me të përbashkëtën, si edhe të dallueshme mes nesh, të jetë një hap i rëndësishëm ndaj forcimit të unitetit tonë në dallime dhe drejt fillimit e mirëkuptimit ndërmjet nesh. Sepse uniteti i vërtet nuk është një tërheqëmëri, por harmoni në shumëllojshmëri. Synimi ynë pra mbetet i njëjtë, të forcojmë të përbashkëtën pa cënuar të dallueshmen. Kjo është një sfidë e vazhdueshme, por edhe një thirrje e bukur që na fton të rritemi si individ dhe si bashkësi. Sepse vetëm duke ruajtur identitetin tonë dhe duke respektuar identitetin e tjetrit, mund të ndërtojmë një bashkëtesë të qëndrueshme dhe të sinqertë e qëndrueshme. Është një nder dhe privilegj i veçantë që këtë vit jemi mbledhur në ambientin e Bashkisë Islame të Kosovës, i cila me bujarinë dhe mikpritjen e saj po dëshmon se janë të fjalës, pasi në konferencën e vitit e kaluar, ku një kuqiri ishte Kisha Katolike, premtuat se kësaj radhe do të mirëprisni ju këtë konferencë që sot fatbasisht po e realizojmë. Kjo mikpritje është me shumë se një gjest organizativ. Është një shenjë e gjallë e besimit të ndërsjellë dhe kulturës sonë të bashkëtesës. Ashtu si vitin e kaluar, kjo tërezë u mbajt në ambientin e Kishës Katolike, sot po mbahet këtu. Kjo vazhdimsi ndërmjet nesh na nxit të vazhdojmë këtë iniciativë si rrugtim të përbashkët e të vazhdueshëm. Në këtë frym shpresojmë shumë që në vitin tjetër të na mirëpres Kisha Ungjillore apo Kisha Ortodokse. Fondacioni Drita mbetet i përkushtuar në promovimin dhe thellimin e vazhdueshëm të dialogut ndërfetar këtu ndër ne, por edhe më gjarë, duke besuar se ai është nikosisht dhuratë e Zotit dhe domosdoshmëri shoqërore në kohën tonë. Është dhuratë e Zotit sepse buron nga vetë natyra e Zotit, i cila është dashuri, bashkim dhe thirrje për marrëdhënie mes krijesave të tija, pavarësisht besimeve të ndryshme, etnive të shumta dhe përvojave njerëzore të secilit prej nesh. Por është edhe domosdoshmëri shoqërore, sepse pa dialog nuk mund të kemi paqe të qëndrueshme, drejtësi të vërtetë dhe zhvillim njerëzor.
Pasi ne nuk e dëshirojmë dialogun vetëm si një mjet komunikimi, por në një mënyrë jetese, sikur e kemi trashëguar nga të parët tanë, duhem pra të tregojmë me periudhësi për të dëgjuar, guzim për të folur, me të vërtetën dhe gatishmëri për të pranuar tjetrin si dhuratë e jo si kërcënim. Pikërisht në këtë kohë, kur bota përballet me sfida të shumta, përçarje, konflikte, polarizime dhe shpesh edhe keqpërdorime të fesë për qëllime përçarëse, ne sot dërgojmë një mesazh të qartë dhe të fuqishëm, se feja nuk duhet të jetë kur burimndarjeje, por një urë që lidh njerëzit dhe i orienton drejt së mirës së përbashkët. Ne mendojmë se dialogu ndërfetar nuk është luks i kohëve të qeta, por nevojë urgjente për kohët tona si në vend ashtu edhe në botë. Ne jemi dëshmitarë se Kosova edhe populli ynë kanë ndërtuar ndër shekuj një traditë të çmuar të bashkëjetesës dhe respektin ndërmjet besimeve të ndryshme. Pse jo edhe etnive të shumta që jetojnë në Kosovë. Këndej, këtë trashëgimi duhet ta ruajmë si një thesar që na është besuar dhe që kërkon për kushtimin tonë të vazhdueshëm. Pasi nuk duhet ta lëmë vetëm si kujtim të së kalorës, por të angazhohemi gjithë së bashkut që ta shndrojmë në frymëzim të tashmë edhe urrëfyes për të ardhmen tonë. Vështirësh, kjo mënyrë e dialogut varet dëshminë që edukon brezët të ri, të cilët duhet të rriten në një kulturë dialogu me respekti dhe përgjegjësie. Sepse pa këtë edukim, çdo përpjekje për dialog mbetet e brisht dhe e përkohshme. Kështu që lirisht mund të themi se kjo konferencë nuk është thjesht një zjarje akademike apo simbolike, por një hap konkret drejt ndërtimit e një kulture të qëndrueshme dialogu. Si ftesë për secilin prej nesh që është edhe bëhet ndërtues i paqes në rrjetin ku jetojmë dhe veprojmë të gjithë ne. Duke përfunduar, me lejoni të shpreh edhe një herë falënderimin tim të veçantë në emër të Fondacionit Drita për bashkësinë me Islamet e Kosovës, për mikpritjen bujare dhe për bashkëpunimin e sinqertë. Po ashtu falenderoj Kishën Katolike, Kishën Protestante, Ungjillore dhe Bashkësinë Hebraike për përkushtimin dhe gatishmërinë e tyre për të ecur së bashku në këtë rrugë dialogut dhe mirëkuptimi. Po ashtu shpreh kënaqësinë që këtë vit në është bashkuar edhe Kisha Ortodokse Serbe, të cilën e inkurajon të vazhdoj të bashkëndërtoj me ne të ardhmen e përbashkët. Një falënderim i veçantë shkon për bordin bashkëpunëtorët dhe vullnetarët e Fondacionit Drita, të cilët me përkushtim e rrugtim të përbashkët e të vazhdueshëm. Në këtë frymë shpresojmë shumë që në vitin tjetër të na mirëpres Kisha Ungjillore apo Kisha Ortodokse. Fondacioni Drita mbetet i përkushtuar në promovimin dhe thellimin e vazhdueshëm të dialogut ndërfetar këtu ndër ne, por edhe më gjarë, duke besuar se ai është nikosisht dhuratë e Zotit dhe domosdoshmëri shoqërore në kohën tonë. Është dhuratë e Zotit sepse buron nga vetë natyra e Zotit, i cila është dashuri, bashkim dhe thirrje për marrëdhënie mes krijesave të tija, pavarësisht besimeve të ndryshme, etnive të shumta dhe përvojave njerëzore të secilit prej nesh. Por është edhe domosdoshmëri shoqërore, sepse pa dialog nuk mund të kemi paqe të qëndrueshme, drejtësi të vërtetë dhe zhvillim njerëzor.
Pasi ne nuk e dëshirojmë dialogun vetëm si një mjet komunikimi, por në një mënyrë jetese, sikur e kemi trashëguar nga të parët tanë, duhem pra të tregojmë me periudhësi për të dëgjuar, guzim për të folur, me të vërtetën dhe gatishmëri për të pranuar tjetrin si dhuratë e jo si kërcënim. Pikërisht në këtë kohë, kur bota përballet me sfida të shumta, përçarje, konflikte, polarizime dhe shpesh edhe keqpërdorime të fesë për qëllimet përçarëse, ne sot dërgojmë një mesazh të qartë dhe të fuqishëm, se feja nuk duhet të jetë kur burim ndarjeje, por një urë që lidh njerëzit dhe i orienton drejt së mirës së përbashkët. Ne mendojmë se dialogu ndërfetar nuk është luks i kohëve të qeta, por nevojë urgjente për kohët tona si në vend ashtu edhe në botë. Ne jemi dëshmitarë se Kosova edhe populli ynë kanë ndërtuar ndër shekuj një traditë të çmuar të bashkëtesës dhe respektin ndërmjet besimeve të ndryshme. Pse jo edhe etnive të shumta që jetojnë në Kosovë. Këndej, këtë trashëgimi duhet të ruajmë si një thesar që na është besuar dhe që kërkon për kushtimin tonë të vazhdueshëm. Pasi nuk duhet ta lëmë vetëm si kujtim të së kalorës, por të angazhohemi gjithë së bashkut që ta shndrojmë në frymëzim të tashmë edhe urrëfys për të ardhmen tonë. Vështirësh, kjo mënyrë e dialogut varet dëshminë që edukon brezët e ri, të cilët duhet të rriten në një kulturë dialogu me respekti dhe përgjegjësie. Sepse pa këtë edukim, çdo përpjekje për dialog mbetet e vresht dhe e përkohshme. Kështu që lidhërisht mund të themi se kjo konferencë nuk është thjesht një zjarje akademike apo simbolike, por një hap konkret drejt ndërtimit të një kulture të qëndrueshme dialogu. Si ftesë për secilin prej nesh që është edhe bëhet ndërtues i paqes në rrjetin ku jetojmë dhe veprojmë të gjithë ne. Duke përfunduar, me lënit shpreh edhe një herë falënderimin tim të veçantë në emër të fondacionit Drita për bashkësinë me Islamet e Kosovës, për mikpritjen bujare dhe për bashkëpunimin e sinqertë. Po ashtu falenderoj Kishën Katolike, Kishën Protestante, Ungjillore dhe Bashkësinë Hebraike për përkushtimin dhe gatishmërinë e tyre për të ecur së bashku në këtë rrugë dialogut dhe mirëkuptimit. Po ashtu shpreh kënaqësinë që këtë vit në është bashkuar edhe Kisha Ortodokse Serbe, të cilën e inkurajon të vazhdoj të bashkëndërtoj me ne të ardhmen e përbashkët. Një falënderim i veçantë shkon për bordin bashkëpunëtorët dhe vullnetarët e Fondacionit Drita, të cilët me përkushtim dhe profesionalizëm kanë bërë të mundur organizimin e kësaj konference. Po ashtu përshëndes dhe falenderoj penalistët që pasurojnë këtë ditë me reflektimet dhe kontributet e tyre të çmuara. Ju falenderoj për pranimin dhe për kushtimin tuaj. Le të jetë kjo konferencë një hap i ri drejt thellimit të dialogut tonë dhe një piknisje për iniciativat e reja që do të forcojnë bashkëpunimin dhe unitetin tonë për të ardhmen tonë të përbashkët. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë.